Ne merreni me mend më u bë profesori rregullt me këto kategori publikimash. Për besë, kjo është degradim. Ja ka hutë shumë. Këj stadi nuk matet me sasi, po matet me cilësi. Praktikisht po i thuaj mos bëj plagjatur, shkruaj një përshkrim të pacientit dhe unë po t'jap titullin akademik. Profesorëve të Universitetit të Prishtinës do t'u pranohen disa shkrime që nuk vlejnë sa një punim shkencor, kur ata do të emërohen apo avancohen. Punimet shkencore janë një prej kritereve kryesore që një kandidat të marrë titullin profesor asistent ose një profesor aktual të ngritet në pozitë. Këto shkrime që nuk vlejnë sa një punim shkencor quhen raportet e rastit apo komunikimet e shkurtra. Për shembull, një raport rasti në fushën e mjekësisë është një përshkrim i gjendjes së një paciente. Kjo nuk ka të dhëna shkencore, por fotografi të ndonjë skanimi të pacientit dhe përshkrimi i asaj fotografie. Kurse komunikimi i shkurtër është përmbledhje e shkurtë e një teme të caktuar. Të dyja këto shkrime nuk kanë metodologji të plotë dhe nuk marrin shumë kohë që të publikohen, por rrallëherë mund t'i gjesh në revista të njohura shkencore. E punimi mirëfillt shkencor ka metodologji, paraqet rezultatet e një hulumtimi apo studimi dhe mund të marrë kohë deri në 12 muaj të publikohet në një revistë të njohur shkencore, pasi kalon në redaktim të rrept. Pra, Senati UP-s më 30 prill 2025, kur e miratoi rregulloren e re për procedurat e emërimit avancimit të personelit akademik, e barazoi një publikim shkencor me 3 komunikime të shkurtra ose 2 raporte rasti. Para se të votoj kjo rregullore, prorektorja Albana Berisha Çehaja pati një përplasje me fjalë me Sefedin Muçaj, dekanin e Fakultetit të Mjekësisë. Ajo nuk u pajtua që punimi shkencor të barazohet me raportet e rastit, por të merren si kontribute shtesë. Dekani Muçaj i tha se nuk je mjeke, por ekonomiste, me fjalë të tjera të mos përzihet në punët e mjekut. Ja ka hutë shumë. Këj stadi nuk mund është nga tonë nuk është artikull shkencor, se s'është e vërtet. Këj stadi është artikull shkencor në qoftë se bëhet metodologjia, mënyra për shkrimit të këj. Këj stadi nuk bëhet për një javë, 2 javë, po bëhet se o pacienti. Edhe këj stadi Këj stadi nuk matet me sasi, po matet me cilësi. Në këtë senat, në asnjëherë nuk kanë kalu, edhe kjo është degradim në rregullore, që me proceedings, me case reporta dhe me short communication, ne merreni me mend më u bë profesori rregullt me këto kategori publikimash. Për besë, kjo është degradim. Taulant Muka, kërkues shkencor dhe që kishte shërbyer për një kohë dhe si zëvendës ministër i arsimit në qeverinë e Shqipërisë, ka komentuar rregulloren e UP-s dhe se si mund të ndikojë në kërkimin shkencor dhe avancimin e profesorëve në UP. Unë nuk e shoh pozitive sepse fakti që ka pas një hapa mbrapa, pra është ulur kërkesa për të bërë profesor edhe profesorë asociuar dhe thotë që shumë prej stafit kanë pasur pengesa, pra nuk kanë arritur të plotësojnë kushtet e mëparshme. Dhe rredimisht në vend që të rrisësh kërkesa, pasi kjo do thotë që pas kanë filtra shumë të mirë dhe jo të gjithë meritojnë të atë titull profesor dhe profesor asociuar, atëherë unë po e legjitimoj paaftësinë, duke i dhënë një mundësi në mënyrë ligjore që të marrë një titull përmes si thuaç publikimeve që nuk kanë asnjë vlerë shkencore të mirëfillt. Pra, është si qikosh persona profesorat në Shqipëri, që besoj edhe në Kosovë është të përhapur, që marrin si thuaç titull me publikime plagjatur, praktikisht po i thuaj mos bëj plagjatur, shkruaj një përshkrim të pacientit dhe unë po t'jap titullin akademik. Dhe kjo sigurisht nuk duhet pranohet dhe duhet në mendimin tim duhet fillohet të ridiskutohet dhe duhet shikojnë gjithë mekanizmat ligjor pra brenda institucioneve, qoftë edhe në Ministrinë e Arsimit për të parë se si mund të përmirësohet më tej apo të rishikohet si thuhet rregulloria. Serkan Araci, redaktor turk në disa revista të njohura shkencore nga fusha e matematikës dhe profesor i matematikës, thot për Kallzo.com se raportet e rastit dhe komunikimet e shkurtra në përgjithësi nuk janë të barabarta me punimet shkencore origjinale. Araci thot se nuk ka hasur në universitete tjera që i pranojnë raportet e rastit apo komunikimet e shkurtra gjatë avancimit të profesorëve.
Rregulloria e Universitetit të Prishtinës, që i konsideron 3 komunikime të shkurtra ose 2 raporte rasti ekuivalente me një punim shkencor origjinal, në avancimin akademik mund të inkurajojë diversitetin dhe produktivitetin kërkimor, duke mbështetur gjetjet në fazat të hershme dhe kontributet të përmbledhura, sidomos në fushat ku këto formate kanë vlerë shkencore. Megjithatë, kjo qasje gjithashtu bartë rreziqe, siç janë nxitja e sasisë përpara cilësisë, rritja e numrit të botimeve në revista të nivelit të ulët ose grabitçar dhe potencialisht ulja e standardeve akademike nëse nuk zbatohen kriteret të rrepta për indeksimin dhe rishikimin shkencor. Rregulloret e tilla mund të ndikojnë në avancimin e profesorëve. Llogaritja e raporteve të rastit dhe komunikimeve të shkurtra, si të barazvlefshme me punimet shkencore origjinale, mund të mundsoj disave të avancohen më shpejt. Araci rekomandon që në çdo fakultet të ketë udhëzime specifike për barazimin e shkrimeve të tilla me punimet origjinale shkencore, diçka që UP nuk e ka përcaktuar. Kurse Gëzim Visoka, profesor i asociuar në Universitetin e Dublinit të Irlandës, thotë se raporteve të rastit dhe komunikimeve të shkurtra nuk duhet t'u jepet e njëjta peshë si studimeve të thelluara të publikuara në artikuj shkencor. Raportet e rastit dhe komunikimet të shkurtra duhet merren parasysh në proceset e avancimit apo për zgjedhjes së personelit akademik në UP vetëm si dëshmi shtesë e jo si bazë apo indikator në vete. Dyshoj se nëse raportet e rastit dhe komunikimet të shkurtra do të bëhen një trend i ri në Kosovë, atëherë do të përballemi me një inflacion të ngjashëm edhe në këtë kategori pa ndonjë kontribut real akademik. Megjithatë, rregulloria e re e UP-s e shmang këtë problem dhe saktëson nevojën për diversitet të publikimeve, duke kufizuar mundësinë e inflacionit në këtë kategori.